Sa bukur është kur këndojmë bashk, është vërtet një inkurajim, është mirë që të jemi prapë bashk, jemi këtu për të mësuar nga fjalët e Jezusit, edhe duhet të dim fjalët që nuk janë vetëm gjetur në Ungjilin sipas Mateut, apo vetëm në 4 ungjillit e Jezusit, por gjithë fjalët e Perëndis, gjithashtu gjithë fjalët e Jezusit. Edhe në qoftë se ke qenë pjesë e kishë Pogodet për vitet, për disa muaj, ose në qoftë se sot është herë e parë, ne jemi këtu për shkak të Jezu Krishtit. Shpëtimtari ynë është Zot, edhe ai vendos çfarë është drejt dhe vërtet. Now, tani, ne dim, jo të gjithë pranojnë Jezusit. Jo të gjithë. Por të gjithë duhet të zgjedhin, a është Jezusi Zot apo jo? Kjo është çfarë ne duhet të zgjedhim, por një nga gjërat më të ndaluara që Jezusi tha është në Gjonin 14:6. Mendoj që keni dëgjuar këtë varg. Jezusi tha, unë jam udha, e vërteta dhe jeta, askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Shiko çfarë Jezusi tha. Jezusi nuk tha, ka një udhë, dhe unë jam një udhë. Jezusi nuk tha, jam një nga udhët tek Ati, edhe Jezusi nuk tha, unë di një udhë. Por ai tha, unë jam udha. Udha. E vetmja udha, e vetmja e vërtet, e vetmja jetë. E çfarë duhet të bëj njerëzimi me këtë deklarat? Çdo njeri duhet të ndaloj dhe të pranoj apo të refuzoj. Është vërtet një deklarat përçarjes dhe ne jemi këtu si një kish sepse ne e pranojmë. Jezusi është vetmja udha tek Ati, e vetmja mënyre, e vetmja vërtet, e vetmja jetë tek Ati. Dhe për çdo person që është një besimtar në Jezusin si Krisht dhe si Zot, kam bërë këtë pyetje. Keni bërë këtë pyetje? Si mund të kem jetën e përjetshme? Të gjithë kam bërë këtë pyetje. Si mund të kem unë jetën e përjetshme? Në qoftë se ne pranojmë ekzistencën e Perëndis, dhe mësojmë për jetën e përjetshme në parajs, edhe mësojmë për vdekje përjetshme në ferr, atëherë pyetja gjithmonë është, por si mund të kem jetën e përjetshme? Çfarë duhet të bëj? Si mund të kem një vend në parajs me Perëndin për gjithmonë? Tani ne dim që në gjithë botën ka shumë lloje besimesh, shumë fe të tjera. Dhe fe të tjerë besojnë që ka një udhë tjetër për në parajs, në mënyrë tjetër për të pasur jetën e përjetshme. Edhe le të shikojmë çfarë thonë këto fe të tjerë për shpëtimin. Dua të vetëm të përmbledh shkurt çfarë thonë feja të tjerë. Do që ju dini, feja islame thotë që shpëtimi është rezultati i besimit në Allah, pendim dhe e bërë me shumë vepra të mirë sesa të këqija. Judaizmi, jude thotë që shpëtimi është rezultati i bindjes ndaj udhërimeve të Perëndis, pendim dhe një jetë morale. Feja hindu dhe budeist nuk mësojnë për shpëtim, por rilindje të mirë që rezulton nga veprat të mira. Feja mormone mëson që shpëtimi është rezultati i besimit, pagëzimit dhe një jetë e drejtë dhe pjesëmarrës në tempullin mormon. Dëshmitarët e Jehovait thonë që shpëtimi është pjesë e bindjes dhe e ungjillizimit. Të gjithë këto fe thonë që shpëtimi është rezultat i veprave, domethënë besimi plus vepra bëhet shpëtim. Kjo është çdo fe të tjerë. Edhe kisha katolik thotë që shpëtimi është rezultat i mbajtjes së kungimit plus veprat të mira. Kisha ortodoks mëson që shpëtimi është rezultat i besimit plus bindje që prodhon një jetë hynore. Domethënë kisha katolik edhe kisha ortodoks mësojnë që shpëtimi është besim plus vepra. Por çfarë thot fjala e Perëndis?
Çfarë vërtet është mënyra dhe udha e shpëtimit? Jezusi vetë tha, unë jam udha. Unë jam e vërteta e jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Kjo është jo vetëm një përgjigje mrekullueshme, por një përgjigje plot, e drejtë dhe e saktë. Për pyetjen më të rëndësishme, s'mund ta injorosh Jezusin dhe s'mund ta injorosh këtë pyetje, si mund të kem jetën e përjetshme. Tani, le të gjejmë një Bibël, le të hapim tek Mateu 19. Okay, gjejmë një Bibël, hapim tek Mateu 19 edhe do lexojmë gjithë pasazhin ton, vargjet 16 deri në 22. Mateu 19, 16 deri në 22. Le të lexojmë. Dhe ja, iu afrua dikush dhe i tha, mësuesi i mirë, çfarë të mirë duhet të bëj që të kem jetë të përjetshme? Dhe ai tha, pse më quan të mirë? Askush nuk është i mirë përveç një të vetmi, Perëndia. Tani, në qoftë se ti do të hysh në jetë, zbato udhërimet. Ai tha, cilat? Atëherë Jezusi i tha, mos vrit, mos shkel kurorën, mos vidh, mos bëj dëshmi të rreme, ndro atin tënd dhe nënën tënde, dhe duaj të afërmin tënd si veten tënde. I riu i tha, të gjithë këto gjëra unë i kam zbatuar që në rini, çfarë më mungon tjetër? Jezusi tha, në qoftë se do të jesh i përsosur, shko, shit që të kesh, jepua të varfërve, dhe ti do të kesh një thesar në qiell. Pastaj eja dhe më ndiq mua. Por i riu kur dëgjoi këto fjalë, iku i trishtuar sepse kishte pasuri të madhe. Sa rëndësishëm dhe sa qartë është ky pasazh. Është një bisedë madhe për një temë të madhe. Dhe këtu kemi 4 pikë. 4 pika. Numër 1, pyetje më e madhe, 2, kërkesa më e madhe, 3, përpjekje më e madhe, e 4, Zoti më i madh. Le të shikojmë pikën e parë. Pyetja më e madhe. Tani është e bukur kur ne studiojmë Biblën dhe ne shikojmë që ungjit të tjerë në fakt regjistojnë të njëjtën histori. Le të mësojmë kush është ky burr. Çfarë dim ne? Çfarë qëllimi ka ai ti? Ne mësojmë nga vargu 20 që ai është i ri. Jo një plak, por ai është një burr i ri. Luka 18 na thot që ai ishte një nga krerat. Kështu ne shikojmë që gjithashtu në Mateu, Mark dhe Luka që ai është i pasur. Kështu ne kemi një burr i ri, të pasur, edhe me shumë mundësi një pozitë të lartë në sinagogë. Një person i tillë është një person me ndikim, me respekt, me fuqi në komunitet. Edhe në qoftë se je duke filluar një lëvizje, ky njeri është ideal për të forcuar lëvizjen. Dhe ai erdhi tek Jezusi për të bërë këtë pyetje. Le të shikojmë pyetjen më të madhe. Ai afrohet Jezusi dhe i tha, mësuesi i mirë, çfarë duhet të bëj që të kem jetën e përjetshme? Jetë e përjetshme, çfarë është? Çfarë është? Kjo pyetje ka disa supozime që duhet të sigurohemi që i kuptojmë. Çfarë është jetë? Nëse ne bëjmë këtë pyetje, le të shikojmë. Shkenca do t'ju thoshte se biologjia është jetë. Shkenca do t'ju thotë që ju jeni thjesht një organizëm me qelizet e një natyrë biologjike. Kurse filozofia do t'ju thoshte që jeta është fizik, por edhe më shumë. Jeta është një eksperiencë, qëllim me vlerësim që gjendet në marrëdhënie, njohuri dhe ndjekjen e lumturisë. Kjo është si shkenca dhe filozofi përkufizojnë jetën, por shkenca dhe filozofi nuk mund të përkufizojnë jetën e përjetshme. Jeta e përjetshme është jetë që nuk është vetëm fizik, por është jeta e vërtetë e gjetur në njohjen dhe bashkësinë me Zotin e jetës.
jo vetëm tani, por edhe në përjetësi. Dhe ky njeri ka pyetje më të madhe. Si mund të kem unë jetën e përjetshme? Si mund të kem, dhe kjo supozon që një person s'mund të ketë, por gjithashtu mund të ketë. Por cila është mënyra? Cila është udha? Si mund të ketë një person jetë e përjetshme? Tani, unë nuk di nëse ke folur ndonjëherë me një person për shpëtimin, për jetën e përjetshme, por zakonisht, cili është problemi më i madh? Shumicën e kohës njerëzit nuk janë interesuar fare. Kjo është normal. Shumicën e kohës njerëzit nuk duan shpëtim ose jetën e përjetshme. Edhe kjo mund të jetë dekurajues. Pse? Sepse ti ke lajmin e mirë. Dhe njerëzit nuk e duan as të dëgjojnë lajmin e mirë. Por nëse një person erdhi tek ti edhe bëre këtë pyetje, imagjinoni sa mundësi e mirë është. Unë mbaj më të herë parë që vizitova Shqipëri, fola me një djalë dhe pak ai kuptonte që Jezusi vdiq për mëkatin e tij, për shkak të dashurisë së Perëndisë. Dhe në fund të bisedimit, me lot në sy, ai më pyet, si mund të jem unë shpëtuar? Pa debat, pa prov, ai djalë vetëm pranoi. Edhe vërtet isha shokuar, sepse ishte ungjillizimi më i lehtë. Imagjino nëse dikush që nuk e njeh të pyet, si mund të jem shpëtuar? Si mund të kem jetë të përjetshme? Si mund të kem një marrëdhënie me Perëndin? Si mund të shkoj në parajs? Kjo është pyetje më e madhe, më e rëndësishme. Dhe shumica njerëzve e bëjnë, por shumica njerëzve nuk janë interesuar për të gjejnë përgjigjen. Për ky njeri para Jezusit kupton nevojën e tij për jetën e përjetshme. Vetëm problemi është si mund ta kapësh. Le të lexojmë përgjigjen e Jezusit. Dhe kjo është pika numër 2, kërkesa më e madhe. Le të lexojmë përsëri vargu 17. Dhe ai tha, pse më quan të mirë? Askush nuk është mirë përveç një të vetmi Perëndia. Tani nëse ti do të hysh në jetë, zbato urdhërimet. Pyetja më e madhe është përgjigjur me kërkesën më të madhe. Edhe Jezusi ka një qëllim për të vendosur këtë njeri në një sprovë. Dhe një sprovë që ai duhet të kalojë. Sprovat përdoren për të na mësuar ku jemi. Kështu kjo sprovë është për këtë njeri i ri, i pastër, ndikuar dhe i respektuar. Por Jezusi finon me një pyetje, pse më quan të mirë? Ai quan Jezusin mësues i mirë. Por Jezusi vërtet do të di pse ai tha i mirë. Nëse ky njeri është duke kërkuar për jetë të përjetshme, atëherë ai kupton që çdo person është mëkatar, ka nevojë për shpëtim. Domethënë, më përgjigj, kush është mëkatar? Të gjithë, çdo person. Kush është vërtet i mirë? Vetëm Perëndia. Por Jezusi këtu po hedh një sprovë. Askush nuk është mirë përveç një të vetmi Perëndia. Kështu ky njeri duhet të zgjedhë. Pse ai mendon që Jezusi është i mirë? A është sepse ai mendon që Jezusi është thjesht një mësues i mirë? Apo kupton ai diçka më thellë? A është sepse ai mendon që Jezusi vetë është Perëndia? Tani kjo është diçka që të gjithë ne duhet të pranojmë apo jo. Jezusi tha, unë jam udha e vërtetë dhe jeta. Dhe ne duhet të pranojmë kush Jezusi është sipas fjalëve të tij. Sipas fjalëve të tij. Kjo është vetëm mënyra. Pastaj Jezusi vazhdon me kërkesën më të madhe. Ai tha, tani, nëse ti do të hysh në jetë, zbato urdhërimet. Sa thjesht, ha? Kjo është mënyra, sa thjesht.
zbatohu udhërimet. Porta e parajsë është gati për të hapur në qoftë se zbaton urdhërimet. Cilat urdhërime? Kjo është ligji i Perëndis. Dhe Perëndia vetë ka thënë në ligjin e tij, në Levitiku 18, do të respektoni statutet dhe dekretet e mia, me anën e të cilave kushdo që i zbaton në praktike ka për të jetuar. Unë jam Zoti. Tani, pyetja që unë kam, mendoj që ne të gjithë duhet të kemi është sa statute dhe dekret ka zbuluar Perëndia. Tani nëse ne hapim gazana fila edhe numërojmë sa udhërimet janë 613 në ligjin e Perëndis. 248 gjëra që duhet të bëjmë dhe 365 gjëra që nuk duhet të bëjmë. Shumë e thjeshtë, ha? Zbato udhërime e Perëndis, vetëm tik, 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 dhe porta e qiellit do të hapet me një tapet e kuqe dhe gjithë angjët do të rkasin duart për ty. Kjo është çfarë ky njeri kërkon. Çfarë duhet të bëj? Përgjigje e thjeshtë, zbato udhërimet pa gabim, pa mëkat. Por Jezusi di këtë njeri dhe zemrën e tij shumë mirë. Ky burr ishte interesuar për jetën e përjetshme, po. Çfarë duhet të bëj? 613 udhërimet. Por le të lexojmë prapë. Le të lexojmë vargjet 18 deri 20 përsëri. Ai tha cilat? Atëherë Jezusi tha: mos vrit, mos shkel kurorën, mos vidh, mos bëj dëshmi të rrejmë, duro atin tënd dhe nënën tënde dhe duajt afërmin tënd si veten tënd. Njeriu tha: të gjithë këto gjëra unë i kam zbatuar që rini. Çfarë më mungon tjetër? Sa udhërime janë? 613. Por në këtë moment Jezusi kërkon vetëm 6. 5 nga ata janë nga 10 udhërimet, edhe një nga është nga Levitiku 19. Nga 10 udhërimet, Jezusi në fakt ka më të lehtë për të mbajtur. Edhe janë shumë të qartë. Ky njeri i dëgjon Jezusin dhe i fillon të ekzaminoj veten. Dhe ai mund të thotë që në fakt unë nuk vras, jam besnik në martesë, unë nuk vjedh, nuk njeh dhe ndroj prindrit. Dhe unë i dua të thjerësi veten. Tik, 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 tik. E si reagon ky njeri? Që gjithë këto gjëra unë i kam zbatuar që në rini. Do se është mjaft. Po janë 613, por Jezusi folej vetëm për 6. Dhe në qoftë se një njeri ka zbatuar me gjithë forcën e tij për të mos shkelur këto 6, ndoshta është mjaft. Ndoshta, por ne dim nuk është, apo jo. Në fakt, Jezusi do të ngrejnë standardin edhe më shumë. Tani le të shikojmë pika numër 3, përpjekje më e madhe. Ky njeri, ai ka punuar shumë. Gjithë jetën e tij, ai është disiplinuar, është mësuar, i përkufizuar në çdo mënyrë. Kështu, kur ai dëgjon Jezusin, ai mund të thotë: jam i pastër. Jam i mirë. Jam i bindur nga fillim, tik tik tik. Për çfarë? Është interesante është pyetja e tij. Çfarë më mungon tjetër? Ai është i ri, suksesshëm, i bindur për udhërimin edhe i pastër, ha? Ky njeri që duket i përmbushur në çdo mënyrë, në fakt pyet, çfarë më mungon tjetër? Edhe unë mendoj që është një pyetje sinqert. Por një pyetje që tregon se ky në fakt nuk ka kuptuar qëllimin e udhërimeve të Perëndis. Urdhërimet e Perëndis nuk ishin dhënë për të krijuar një rrugë drejt jetës së përjetshme. Nuk ishin dhënë që njerëzit të arrijnë standardin e drejtësisë së Perëndis. Por në fakt ishin dhënë për të treguar drejtësinë e Perëndis. Edhe ky njeri ka keq kuptuar kush është Perëndia. Edhe kush ai është. Perëndia nuk është
i interesuar që njerëzit të hynë në jetën e përjetshme për shkak të veprave të tyre. Kjo nuk është udha, nuk është mënyrë. Në fakt, më vonë, Jezusi thotë që njerëzit që mendojnë në këtë mënyrë u ngjanin varreve të zbardhëruar me gjelqere, që nga jashtë duken të bukur, por brenda janë plot eshtra të vdekurisht, dhe gjithë farë pa pastërtish. Çfarë thotë Jezusi? Në vitin 2004 ishte një stuhi ose uragan në qytetin New Orleans, është në Amerikë. Edhe është një qytet i madh, por ishte totalisht shkatruar. Shumë keq. Edhe arsye pse është sepse niveli i qytetit është nën nivelin e detit dhe mund të përmbytet shumë kollaj dhe shumë shpejt. Edhe unë vajta me një grup të madh e shkuam në New Orleans për të ndihmuar, për të pastruar, edhe ishte vërtet shumë keq. Ndërtesat, shtëpi, rrugat totalisht shkatruar. Por ishte diçka në qytet ishte pa prekur. Një ditë po ecën në qytet edhe kaluam një varr. Dhe ishte një varr i vjetër edhe shumë ndryshëm. Edhe unë gjeta një foto, le të shikojmë, kjo është një varr në New Orleans, okay? Është shumë e bukur. E si çdo varr është një ndërtesë e vogël, shumë e bukur, shumë e madh. Edhe arsye pse janë bërë ashtu, e sepse në New Orleans përmbytjet ato qëndrojnë. Edhe unë me këtë grup, ne ishim manitur nga bukuria. Statuja dhe gura të vdendur. Edhe në fakt ishte kaq e bukur që ne harruam që ishte varg. Harruam ku ishim. Edhe filluam të bëj fotot para varrit më të bukur. Por bukuria është një mashtrim. Edhe ne harruam çfarë ishte brenda në varrit. Kockat e të vdekurve. Bukuria jashtë është një mashtrim për kalbin nga brenda. Ky njeri ishte mësuar që nëse ai është shumë mirë jashtë, është mjaft. Por jo, ishte kapur brenda. Më katar brenda, dhe çfarë ka rëndësi është kush jemi ne brendësi, në zemër. Kjo është ajo që ka rëndësi. Në fakt, unë kam një vajzë që është 3 vjeç, ajo është fiksuar me flokët, me fustanët, me bukurinë. Dhe çdo ditë ne si prindër i themi, për çfarë ka rëndësi, një fustan i bukur apo një zemër e bukur? Edhe ajo thotë një zemër e bukur. Vajza 3 vjeç kupton më shumë se ky burr i ri. Suksesshëm i pasur. Ky njeri ka mbajtur urdhërimet, por akoma mungon siguria. Akoma di që ai nuk është i plot. Tani le të lexojmë si përgjigjet Jezusi pyetjes, çfarë më mungon tjetër? Shiko vargu 21. Jezusi tha, në qoftë se do të jesh i përsosur, shko, shit që të kesh, jepua të varfërve dhe ti do të kesh një thesar në qiell. Pastaj eja dhe më ndiq mua. Edhe kjo ndryshon gjithçka. Kur ai pyet çfarë më mungon, Jezusi përgjigj, atëherë nëse do të jesh i përsosur. Dhe kjo përsosmëri nuk është përsosmëri morale, ose përsosmëri e shenjtë, por ka kuptim pjekurisë. Nëse do të jesh i plot, i pjekër, totalisht i pjekër, totalisht i përmbushur. Çfarë duhet të bësh? Shit gjithçka. Jepua të varfërve, pastaj eja dhe më ndiq mua. Nëse ky njeri duket shumë mirë jashtë, shumë i shëndetshëm, Jezusi di në fakt ai është smur. Dhe kjo përgjigje është moment kur Jezusi bën operacion në zemrën e tij. Jezusi ka një sprov për ata. Çfarë po thot Jezusi? Nëse ti vërtet do jetën e përjetshme, vërtetoje.
dhe dorëzoje. Nëse ti vërtet ke zbatuar gjithë udhërimet, nëse ti një njeri i mirë dhe ke vepruar gjithë jetën me vepra të mira, atëherë plotësoje. Shi diçka, jepu të atyre që nuk kanë, që janë të varfër, tik, 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 por bëj edhe një tik. Tani ky udhërim ishte për këtë njeri specifik. Jezusi nuk udhëroi çdo person të shes gjithçka, por Jezusi udhëroi që të krishterët vërtet të kujdesin për njëri tjetrin, dhe kjo përfshin edhe të varfrit. Domethënë le të mbajmë në fakt kishte parë në Jeruzalem e praktikoi këtë. Vepra 2 na thuhet që por gjithë ata që besonin rinin bashkë dhe çdo gjë e kishin të përbashkët. Dhe i shisnin pronët e pasurit dhe u ndanin të gjithëve sipas nevojës se çdo njerit. Në mënyrë ne duhet të përdorim pasurit tonë për ata që nuk kanë. Por ky njeri nuk kuptoi Jezusin. Nuk kuptoi udhërimet e Perëndis. Ai nuk kuptoi. Erdhi te Jezusi me pyetjen më të madhe, dhe Jezusi dha kërkesën më të madhe dhe me gjithë forcën ky njeri ka bërë përpjekjen më të madhe. Për çfarë duhet vërtet të kuptoj ky njeri? Dhe kjo është pikë 4. Zoti më i madh. Zoti më i madh. A i do jetën e përjetshme? A do që të jesh vërtet i pasur? Vërtet i pasur? Atëherë duhet të jetosh për thesarin e qiellit. Jezusi tha dhe shpjegoi këtë ide shumë qartë në Mateu 6, nëse ju mbani mend, ku thuhet mos mblini për vetë thesar mbi tokë, ku i brejnë tenjan dhe ndryshku, ku vjedhësit shpërthejnë dhe i vjedhin. Përkundrazi, mblidhni për vetë thesar në qiell, ku asnjë tenjan as ndryshku nuk i prishin dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë, nuk vjedhin, sepse ku është thesari juaj, do të jetë edhe zemra juaj. Ky njeri i moralshëm, i drejtë, i bindur, i mungonte diçka. Dhe çfarë ishte? Çfarë mungonte ai? A keni kuptuar çfarë është? Ndoshta do të kuptojmë më mirë nëse lexojmë nga 1 Timoteu 6. 1 Timoteu 6:10, se rënja e të gjitha të këqijave është dashuria për para. Dhe disa duke aspiruar u shmangën nga besimi dhe e të shpuan veten e tyre me shumë sëmbime. Tani të shtarojmë, paraja nuk është e ligë. Paraja vetë nuk është mëkat. Paraja është thjesht një vegël. Por çfarë është e ligë? Dashuria për para. Dashuria për para. Dhe ky njeri kishte dy problem shumë të mëdha. Kishte besim të veprat të mirë të vetvetes, por në të njëjtën kohë ishte plot me dashuri për para dhe lakmi. Jezusi bëri një operacion në zemrën e tij. Okej, ti mendon që jetë e përjetshme është e thjeshtë? Vepra, bindje, tik, tik, tik. Atëherë le të hapim zemrën tënde dhe të shikojmë çfarë ke brenda. Edhe Jezusi gjeti problemin. Nëse do të jesh i plot, i sigurt, atëherë provoje dhe i dorëzoje. Eja dhe më ndiq. Çfarë ky nuk ka kuptuar është që Zoti është më i madh. Zoti nuk është një qenie e fuqishme që është ulur mbi një fron duke shikuar krijimin e tij nga larg. Zoti nuk është duke peshuar veprat e njerëzimit, edhe kush ka më shumë vepra të mira është i denj, kurse ai që ka vepra të këqija nuk është i denj. Jo. Zoti më i madh është Zoti më afër. Dhe Zoti më interesuar, edhe ai është interesuar për zemrën. Dhe ky njeri ishte sëmur në zemrën e tij. Sepse çfarë thot vargu 22? Shikoni. Vargu 22, por i riu kur i dëgjoi këto fjalë,
iku, i trishtuar, sepse kishte pasuri të madhe. Ai u trishtua sepse kishte shumë pasuri. Mbajmë, pasuria është neutrale, është një vegël. Pasuria nuk është mëkat, por nëse pasuria zotëron zemrën tënde, atëherë zemra jote i përket një zoti tjetër. Çfarë mund të kuptojmë? Edhe mendoj është shumë thjeshtë. Jezusi kërkon zemrën. Edhe ai nuk do të ndaj me asgjë. Unë shpresoj që Jezusi nuk është vetëm Zot i zemrës tënde, por që ai është i vetmi Zot në zemrën tënde. Ndoshta je duke menduar, por pastor, nuk jam i pasur. Unë nuk kam shumë lek, s'kam lek fare, në fakt, nuk kam asgjë. Por mos haro, pasuria, leket nuk janë problemi, por dashuria për pasurinë është problem. Edhe është një problem. Ju dini, shumë njerëzit jetojnë gjithë jetën e tyre për lek. Për pasuri. Dhe pasuria zotëron gjithçka. Në fakt, shumë njerëzit jetojnë jetën e tyre për sukses, për respekt, për bukurin, për punën, për familjen, për famë. Por në zemër, kush është Zot? Cili është Zoti më i madh? Sukses, respekt, bukuria, punë, familje, famë, pasurie. Nuk është Jezusi. Bajmë çfarë tha Jezusi. Gjoni 14:6. Unë jam udha. Unë jam e vërteta, jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Ai është i vetmi mënyrë. Jezusi tha që të mbledhim thesar në qiell, jo në tokë. Dhe çfarë duhet të kuptojmë është shumë e thjeshtë, shumë e qartë. Jeta e përjetshme u jepet atyre që dorëzojnë zemrën e tyre në Zotin. Të them prapë, jeta e përjetshme u jepet atyre që dorëzojnë zemrën e tyre në Zotin. Nëse Jezusi është Zoti i zemrës tënde, ti ke besim në ta. Ti dëgjon fjalët e tij. Ti zbaton udhërimet e tij. Dhe kjo është e rëndësishme. Dëshirat e tua formohen nga dëshirën e tij. Do thotë që ti ke një zemër e re, një zemër ku Krishti sundon. Të them në një mënyrë tjetër. Romakëve 10:9, sepse po të refesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndi e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh, sepse me zemër njeriu beson për drejtësi, me gojë bëhet rrefim për shpëtim. Çfarë shpresoj që ju të gjithë kuptoni? Shpëtimi është rezultat i besimit. Shpëtimi është rezultat i besimit. Jo besim plus veprat, jo besim plus udhrat, jo besim plus ritual. Besim. Kjo është çfarë thot Jezusi. Dhe besimi, ne dim, prodhon një gatshmëri, besimi vërtet prodhon një gatshmëri për të dorëzuar çdo gjë që mund të largojë Jezusi nga sundimi i zemrës sonë. Duhet të them prapë. Besimi prodhon një gatshmëri për të dorëzuar çdo gjë që mund të largojë Jezusin nga sundimi i zemrës sonë. Ti je krishter, nuk është një tik. Shko në kish, bëj lutje, lexo një kapitull, je i shpëtuar, ha? Jo. Ti je krishter, të kesh Jezu Krishtin Zot të zemrës tënde. Dhe për këtë njeri, ai iku trishtuar, sepse ai pavarësisht sa mirë kishte jetuar, nuk ishte i gatshëm të dorëzonte pasurinë e tij, siç Zoti kërkon. Tani, çfarë kërkon Zoti që ti të dorëzosh? Çfarë është ajo gjë?
para, punë, një person ose marrëdhënie, një mëkat i vogël që të kënaq. Çfarë është ajo gjë që s'mund ta dorëzosh? Mëso nga ky njeri. Dorëzoje. Pse du të dorëzosh çdo gjë për Krishtin? E di pse, sepse ai dorëzoi vetën për ne. Edhe kur ishim mëkatar, ai vajti në kryq për ne. Dhe kjo është arsye pse besimi prodhon një gatshmëri për të dorëzuar çdo gjë për Zotin. Romakëve 14:9 na thuhet sepse për këtë edhe i vdiq Krishti dhe u ngjall e ktheu në jetë që të zotëroj edhe mbi të vdekurit edhe mbi të gjallët. Edhe vërtet ky varg përmbledh gjithë predikimin sot. Ai dha dhe i dorëzoi çdo gjë për ty. Për të mirën tënd, për gëzimin tënd, për shpresën tënde, për shpëtimin tënd. Dhe gjithë bekimet e Zotit janë të tuat kur ai është Zoti jot. Ne si një kish, sot ne do kujtojmë Jezusin si Zot. Ne dim, ai është Zoti i krijimit, ai është Zoti i qiellit dhe tokës, po për ne ai është Zot i zemrave tona. Dhe ne bëjmë këtë me kungim. Kungimi është thjesht bukë dhe i verë që ne ham dhe pim bashkë si një kish. Edhe ne si një kish ne bëjmë këtë, duke shpërndar, sot do shpërndajmë bukë dhe i verë. Ne lutemi bashkë, ne ham dhe pim bashkë. Kur ne bëjmë kungimin, duhet të dini, asgjë mbi natyror nuk do. Buka dhe verë nuk transformohen, nuk po flijojmë përsërin trupin e Jezusit dhe nuk po pastrojmë mëkatet tona. Po pse ne bëjmë? Cili është qëllimi? Është për të kujtuar vdekjen e Jezusit. Dhe mos haro, kungim është për besimtarë. Në qoftë se nuk je besimtar, mos e merr. Dhe ne duhet të bëjmë këtë në mënyrë të duhur para Zotit. Një paralajmërim, 1 Korintasve 11:27 thotë: prandaj ai që ha nga kjo bukë ose pi nga kjo kupë e Zotit pandenjësisht do të jetë fajtor i trupit dhe i gjakut të Zotit. Kjo është një paralajmërim. Ndoshta, disa nga ju që jeni besimtar, ndoshta keni një mëkat, ndoshta një problem, ndoshta një konflikt, situatë, dhe mendoni për shkak të këtë problem nuk do marr kungim sepse nuk jam drejt para Zotit. Nëse ti kupton që nuk je drejt para Zotit, shumë mirë. Por dini çfarë do të jetë shumë më mirë? Nëse ti dorëzon atë mëkat, dorëzoje atë problem, dorëzoje atë situatë. Dhe nëse ti pendohesh, nëse ti pajtohesh që të mund të kujtosh Zotin në mënyrën e duhur, kjo është vërtet shumë mirë. Shpëtimtari yt dorëzoi gjithçka për shpëtimin tënd. Tani pyetja është, a jeni gati të dorëzosh gjithçka për ta? Mos haro, ai është urdhra, ai është e vërtetë, ai është jeta, ai është Zot. Amen.